do i sugjeroj grupit parlamentar dhe partisë që opozita të hap platformën parlamentare para ndërtesës së Këshillit Ministrave. Dhe aty deputet të opozitës, qytetarët, të paraqesin në fjalët e tyre, në fjalimet e tyre, të gjitha mendimet, propozimet, denoncimet. Pas 9 seancash, opozita është lejuar të debatoj vetëm një ditë në parlament. Atër ne kalojmë në debat me qytetarët. Kjo përbën një hap të domosdoshëm për t'u përgjigj represionit në parlament të opozitës, të pluralizmit, shkelmimit të ligjeve të kushtetutës në funksionimin e këtij institucioni. Kjo nuk do thot bojkoti parlamentit, jo. Po kjo do thot se opozita do zhvilloj betejë dhe brenda parlamentit. Ajo ka të gjithë potencialin, të gjithë trashëgimin dhe kësaj dhune të pandërprerë, kësaj mbyllje goje të opozitës në parlament, ajo do i përgjigjë